Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe ka cilësuar se masa e qeverisë për uljen e TVSH-s për benzinën dhe dizelin është e vonuar e pamjaftueshme dhe nuk do të kontribuojë në uljen reale të çmimeve të karburanteve. Ai tha se çmimet e karburanteve janë rritur tashmë 3 javë dhe se kjo u ka kushtuar qytetarëve 4.5 milion euro. Për 3 javë i la qytetarët të vetëm, në vend të një reagimi në kohë, lejoj që çmimet e karburanteve të aktivizojnë spiralen e rritjes së çmimeve të gjitha produkteve, sidomos të ushqimeve. Rritjet e çmimeve tashmë kanë filluar, vaji për gatim është mbi 100 denar, vezët mbi 300 denar, perimet dhe frutat mbi 100 denar për kilogram, dhe tani nuk ka asnjë masë për uljen e çmimeve të ushqimeve. Këto çmime sapo të rriten nuk do të kthehen më pas prapa. Filipçe i ka kërkuar qeverisë që t'i pranojë masat e LSDM-s duke vlerësuar se vetëm me masa të këtilla konkrete mund të arrihet ulja reale e çmimeve dhe mbrojtja e standardit jetësor të qytetarëve. Ulja e TVSH-s për karburantët nga 18% në 5%, ulje shtesë e akcizës për karburantët me 4 denar, 0 TVSH për produktet bazë ushqimore dhe përgjysmimi i çmimeve të taksave rrugore. Vetëm me masën për heqjen e TVSH-s për ushqimin do të ulen çmimet e rreth 250 produkteve, ndërsa qytetarët do të kursejnë mbi 2000 denar. Këto janë masa të vërteta dhe për këtë arsye qeveria duhet absolutisht t'i pranojë më njëherë këto masa dhe më pas të përgatisë edhe pako për të ndihmuar kategoritë e rrezikuara të qytetarëve. Njëkohësisht, Filipçe theksoi se nevojiten edhe zgjidhje afagjate për stabilizimin e çmimeve dhe mbështetje konkrete për kategoritë më të rrezikuara dhe fermerët.